Banorët e 3 krajinave veriore Mirditës, Macit dhe Dibrës kanë zhvilluar një protestë në kryqëzimin e njohur si Livalli i Turkut, duke kërkuar përfundimin e rrugës Perlat Lur-Aras. Rruga e premtuar për të ndërtuar që në verën e vitit 2023 ende nuk është përfunduar, ndërsa afati i fundit i dhënë nga autoritetet është 27 marsi i këtij viti. Në tubimin e tyre, qytetarët theksuan se protesta e tyre është një protestë ndërgjegjësimi, e cila nuk ka ngjyrime politike, por kërkon të mbajë përgjegjës qeverinë për mos realizimin e premtimeve të dhëna. Pra ne jemi këtu t'i kërkojmë qeverisë shqiptare mos tallet me ne me këto qëndrime për buse, me këto fondet skandaloze për një segment të tillë. Pra ne jemi këtu për të dëshmuar se ne do t'i shkallëzojmë prapë protestat tona në rrugën e kombit edhe më tej. Faleminderit. Protestuesit thanë se mungesa e infrastrukturës rrugore po i izolon zonat e tyre dhe po ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik dhe turistik. Një prej tyre, i cili ka investuar në zonë, por është përballur me anullime të shumta rezervimesh për shkak të rrugës së degraduar, u shpreh se nëse situata nuk ndryshon, asnjë politikan nuk do të marrë vota në këtë zonë. Çfarë do frikna? Po dalin për fëmijët tonë, as për PD, as për PS, as nuk na anin për këto parti. Fare, po merr një pjesë është trishtim këtë lloj mënyre. Apo keni frikë se do t'ju nxjerrin prej punës, do ta merrni atë 400.000 lekë. Apo të firmat që bënin me ato tendera, të nderima, ç'a jeni, a keni frikë se nuk do t'ju votojmë? Asnjë vot nuk e keni. Mos të vije në zonë tona asnjë lloj deputeti i çdo lloj ngjyre se nuk keni asnjë vot. Na keni mashtru tash 30 vjet edhe më rruqo. Turp keni me këto rrugë që na keni lënë me këto vështirësi të jashtëzakonshme të fshatit. Turp keni, as mos hajti për vota. Unë jam për mali, për latit, edhe asnjë vot nuk va jap. Një tjetër banor nga Lura, i cili udhëtoi për t'u bashkuar protestës, kujtoi momentin kur kryeministri Rama kishte premtuar ndërtimin e rrugës vite më parë dhe u sfidua nga një banor, i cili e quajti gënjeshtar. Ai kishte të drejtë, premtimet nuk u mbajtën dhe rruga është lënë ares, u shpreh protestuesi. Kam 2 fjalë me i thanë Edi Ramës. Kur ishe në Lurë para 3 vitesh, të tha një qytetar në Lurë, një fshatar, tha ti gënjen. Ti sak pas e gënjen shumë e. Bravo të qëfë, drogën e dumi me na e bon shpejt. E keni prish ma shumë, ja keni rregullu. Banorët dhanë një ultimatum për 20 ditësh për qeverinë që të ndërhyjë dhe të japë një përgjigje konkrete mbi situatën. Ata paralajmëruan se nëse deri më 5 prill nuk do të ketë reagim, do të bllokojnë rrugën e kombit dhe do të pengojnë takimet elektorale të partive politike në zonë. Për çdo lloj arsye, sa më shport ju afrohemi aty, aq më të vështirë kanë. Ju i bie me datë 5 prill nëse do të ketë një reagim që inshallah ka, se ne rrugën jemi të kërku, as i sën tjetër. Gjatë protestës, u shprehën dhe shqetësime për ndërtimin e hidrocentraleve në zonën e Mirditës, veçanërisht në Selit. Banorët akuzuan kompanitë koncesionare dhe autoritetet për shfrytëzimin e burimeve natyrore pa transparencë dhe pa përmbushur detyrimet ndaj komunitetit. Jam kot, shkoni flisni dhe me ata që i keni konsideruar gjobvënës, ja unë jam gjobvënës i parë, shkoni e flisni me banorët se do ta pësoni, do hani dardha, e do ju ngecin fyt, e burgu ka qeli plot, shkoni flisni me të. Protesta, e cila zgjati rreth një orë, pritet të pasohet nga veprime të tjera më të forta nëse qeveria nuk merr masa për zgjidhjen e situatës.